Specialistët e sektorit të policisë rrugore në DVB Vlorë kanë arrestuar disa shtetas, një 64 vjeçar banues në Vlorë, i cili dyshohet se duke drejtuar automjetin tip Ford në gjendje të dehur në rrugën Demokracia, ka humbur kontrollin mbi drejtimin e tij dhe si pasojë është përplasur me 2 automjete të parkuara. Një shtetas banues në Tiranë pasi u konstatua duke drejtuar automjetin në gjendje të dehur, një 41 vjeçar banues në Vlorë pasi duke drejtuar automjetin në gjendje të dehur, ka humbur kontrollin dhe si pasojë është përplasur me një shtyllë elektrike. Në vijim të veprimeve për konfliktin në lagjen Hajro Çakëri, fal administrimit të pamjeve filmike, u identifikuan edhe 2 shtetas të tjerë të dyshuar si bashkautor në dëmtimin me sende të forta të një 20 vjeçari i shtruar në spital dhe 3 shtetasve të tjerë të dëmtuar lehtë. Në përfundim të veprimeve, specialistët për hetimin e krimeve në Komisariatin e Policisë Vlorë, së bashku me 25 vjeçarin shpallën në kërkim edhe një 58 vjeçar dhe 41 vjeçar banues në Vlorë për veprën penale plagosje rënd me dashje e kryer në bashkëpunim. Materialet ju referuan prokurorisë për veprime të mëtejshme.